Largimi nga studio her pas here na bën mirë edhe për të kuptuar pak dinamikën në terren. Unë e di që kohët e fundit jeni mësuar me mua që të më shihni në studio, mirë po tani është pikërisht çasti që të dalim në terren dhe të bëjmë një qasje ndryshe. Me personazh që shumë i mirë me studion, por edhe shumë i mirë me terrenin, për faktin e vetëm se një mirë strukturat, sidomos kur kandidon. Kur një politikën, një Partinë Demokratike, ore doni ju që së fundi ka filluar të njohë mirë dhe Partinë Socialiste, është Alesia Balliu. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Takimin e bëjmë kështu neve në terren. Unë e di që ti je natyrë serioze kur vjen puna te politika, po përpiqem të zhvesh paksa nga kostumi i politikës sot. Megjithëse për politikë do flasim prapë. E pashmangshme. Tani, dua të pyes së pari, para se të futemi në thelb të diskutimit, sa e rëndësishme është fusha politike për ty, sa e rëndësishme është angazhimi i përditshëm, sa e rëndësishëm është për ty frymarrja ditore nga mëngjesi në darkë me politikë. E shmang dot, e distancon dot? Atëherë në politikë normal faktikisht e kam pasur pasion që e vogël, kështu që për mua është një kënaqësi dhe nuk e shoh fare si diçka e cila mund të më bezdisi. Përkundrazi më jep për shumë motivim dhe unë madje do këshilloja çdo të ri dhe të re të merret me politikë, pasi politika është e ardhmja dhe politika ka të bëjë me të mirën e përbashkët, ka të bëjë me të ardhmen e vendit, ka të bëjë me arsimin, ka të bëjë me shëndetësinë, ka të bëjë me ligjin, ka të bëjë me gjithçka, çdo gjë është politikë. Dhe sa më angazhuar ti jesh në jetën politike, aq më informuar do jesh dhe do jesh pjesëmarrës në vendimarrje shumë të rëndësishme për shtetin shqiptar dhe normalisht për të ardhmen e fëmijëve tanë. Vendimarrje të rëndësishme, por unë e shoh më tepër këtë edhe kur je personalisht, sepse ka persona që ndjekin nga jashtë dhe këtu jemi rregull, por raste është ndryshe. Domethënë ti kandidon, ti bësh pjesë, ti analizon dhe kur analizon godet. Kjo është gjë e mirë për ne në media, por jo vetëm. Si është situatën sot në Tiranë? Kemi një kandidat të Partisë Socialiste, kemi kandidat nga ana e Partisë Demokratike, kemi dhe Erlin Qorin, që është gjithashtu nga Lëvizja. Atëherë po të bëj një korrigjim vogël, kemi një kandidat të Lëvizjes Bashkë, një të Partisë Socialiste dhe një të pavarur, pasi PD-ja shkeli nenin e saj të statutit që nuk do bojkotonte më zgjedhjet, por këtë herë i bojkotoi sërish. Kështu që Partia Demokratike nuk ka kandidat. Kështu që në këtë kontekst shoh vetëm PS-n me prioritetin e saj që normalisht është mazhorancë, kam pushtetin dhe do bëj një fushat siç e ka nisur me strukturat. Shoh Lëvizjen Bashkë që po përpiqet në mundësitë e veta të japë një alternativë për Tiranën dhe shoh një kandidat pavarur që se di ku është as me kë është. Nëse kandidati pavarur themi ne, por në kontekstin që ka mbështetje nga opozita, nga Sali Berisha, nga kryetarët e tjerë të partive, prandaj thashë të opozitës, ndoshta jo konkret të dalë nga opozita, që edhe për këtë duhet të pyes pse nuk nxori opozita vetë një kandidat serioz nga radha e politikës. Pasi dy personazhet që ishin më të votuar nuk pranuan të ishin pjesë e garës, pasi nuk kishin besim tek leadershipi i vjetër i saj dhe tek pazaret që gjithmonë Sali Berisha ka bërë në emrin e Partisë Demokratike. Duke pasur pamundur nxjerrjen e një kandidati serioz, morëm imitimin e Ramës, PR-in e Erion Veliajt dhe humoristin Binaj për të dhënë gjithë përgjegjësinë e humbjes radhës në Bashkinë e Tiranës. Ky është një truk i vjetër që Sali Berisha bën për t'u shmangur përgjegjësisë së humbjes zgjedhjes, se do jetë një humbje madhështore, dhe në këtë kontekst po shërben në punë si shkëlzim Berishës. Pra nuk fiton Berisha. Berisha nuk ka kandidat, nuk ka si fiton edhe një herë. Që do të më korrigjosh në të pjesë. Jo, nuk dua të korrigjoj, dua të sqaroj publikun se për atë po jap intervistë, se ti je i saktë në logjikën tënde. Unë po flas për publikun, Partia Demokratike, logoja e PD-s në këtë zgjedhje është e papërfaqësuar. Atëherë bie që nuk janë pjesë e garës. Në momentin që kandidati thotë jam i pavarur dhe nuk kam lidhje unë me Sali Berishën, do të thotë që dhe demokratët nuk kanë si ta votojnë dikë të pavarur, pasi nuk ka bërë protestat, nuk ka bërë kauzat, nuk ka vite që jep kontribut Partinë Demokratike dhe në këtë rast Sali Berisha thjesht po cënon identitetin e Partisë Demokratike. Kështu që në këtë kontekst unë mendoj që me sa kush do ta shohë si çdo Berisha, si ujk i vjetër politikës që është, ta shohë ndryshe dhe nxjerr dikë që t'japi ato deklarata që sharake që u dha mbrëm në Top Story, vetëm për kandidat për Bashkinë e Tiranës nuk mund të jetë. Me gjithë respektin si profesionist, si djalë Tirane dhe për gjatë tjera nuk është asgjë personale, po flasim gjithmonë politikisht. Në kontekstin e garës si thuaj që ai nuk merr vota. Jo, vota fituese, kuptohet, vota mund marrin. Absolutisht jo, ai nuk merr dot votat e demokratëve, jo më të marri vota për te saj, absolutisht. Si parashikon garën?
në kontekst Garën e parashikoj me një epërsi ndaj Partisë Socialiste, për vetë fakti, siç e thash edhe në fillim, që janë në pushtet, e shoh Partinë Socialiste më të strukturuar, e shoh me një emër politik dhe e shoh me identitetin e saj dhe me logon e saj, ndërkohë PD-ja është pa identitet, pa logo, pa kandidat, në kontekstin e gjithë mungesës përgjegjësisë zgjodhen dikë që mos marrin përgjegjësi, sepse Flor Binaj nuk ka se të ketë përgjegjësi politike. Sepse ai nuk është një kandidat politik, edhe të humbi nesër do thotë faleminderit për votat, unë dhash më të mirën time, provova. ky isha unë, qytetarët nuk e pranuan programin tim dhe kaq, por përgjegjësi politike Flor Binaj nuk ka. Ndërkohë Berisha, opozita kanë përgjegjësi për këtë, Po pa diskutim. si do ta argumentojnë në fund, se shiko, jemi mes diçkaje. Pra, nëse kemi humbje, kemi të bëjmë me individ personal. Do thonë, jam i sigurt që do dali Berisha, kush do qoftë do thotë e provuan, nuk ishin në brenda një element politik, iku. Nëse fiton, gjithmonë, atëherë bie që Berisha të shkojnë më pas, jemi mbështetësi kryesor. Kështu që tani kush e mban përgjegjësinë për rezultatin konkret që mund të vi, që me sa duket mund të jetë dhe humbje, pa paragjykuar, por Tani Zoti Binaj në deklaratat e veta sa unë nuk jam politikanca. e nisim që këtu ja. Që këtu e nisim, që kur thot nuk jam politikan, nuk ka kush ketë përgjegjësi politike. Ujku vjetër tashmë ka futur në truk, jo vetëm zotin Binaj, po ka futur në truk edhe dy partitë, që janë Shqipëria bëhet dhe Partinë Mundësia, për ta ndjekur se Berisha është kafsh politike në kontekstin e të bërurit truke dhe të shiturit ato sipas interesit vet. Flor Binaj u zgjodh si kandidat se i shërben djalit Sali Berishës. Flor Binaj u zgjodh për të mbajtur përgjegjësinë e humbjes dhe Flor Binaj nuk u zgjodh në një negociat me gjithë partitë që të ishte kandidati i pëlqyeshëm. As nuk u bë në një mbledhje midis partive apo në një sondazh midis gjithë partive dhe ky është kandidati pavarur. Kandidat pavarur do të që ta heqë Sali Berisha që të quhet për arsye të vetme që të shmanget përgjegjësisë humbjes madhe që do ketë në Tiranë. Sepse Tirana do t'i japi prap mesazhin Sali Berishës të qartë, Berisha, koha jote në politikë ka mbaruar dhe ti nuk mund të prodhosh më politika aktive. Mirë, tërheqja e Berishës mund ishte një opsion, fakt që po kërkojnë shumë njerëz të tjerë, po kur ne flasim për një parti e cila kërkon që të vi sërish në pushtet, megjithëse ka kohë në fakt, hapja ndaj të rinjve duhet të jetë element kyç? Hapja ndaj të rive ka qenë një ndër diskutimet që unë kam 2 vite që flas në për studio, dhe nëse do ishte kjo hapje që Berisha e shet sot, do ishte para 11 maj, duke futur Flor Binën në listë mbyllur dhe duke lënë Flamur Nokën në listë hapur, duke lënë Albana Vokshin në listë hapur dhe duke lënë shumë vajza të reja në listë mbyllur. Kjo është hapja e partisë. Se çfarë bën tani mbas humbjes madhështore dhe mungesës përgjegjësisë, jam vetëm një imazh që ai do ta japi ndryshe, por është gjithmonë ujku vjetër me lëkurën e re. Nuk është alternativë e re. Dhe prap Tirana është e zgjuar dhe do të japi përgjigjen siç ja ka dhënë në tërë këto vite Sali Berishës. Kur flasim një përgjigje personale kjo për Berishën, dhe do jetë një përgjigje shumë e thellë në të 6 bashkitë. Ka për dalë 6-0. E parashikon këtë lloj rezultati. Patjetër është e parashikon. Në Tiranë sa mund të shkojë diferenca? Tek 100.000. Ka 100.000 vota. Po, tek 100.000 vota. Jemi mirë, 100.000 vota, se diferenca e kaluar nuk ka qenë diku te 60.000. 60.000 ka qenë kandidati, ka qenë politik, për mos se ka pasur problematikat e veta në kohën përkatëse, sepse Berisha ja faturonte në ato vite humbjen së kandidatit se ne hym pa logon. Dhe kjo është gjëja që sharake, që ne tani kemi logon, bëm gjithë luftën me bashkën për të marrë logon, por këtë herë ne prap do hym pa logon. Prandaj të them që ato çfarë PD-ja thot dhe ato çfarë bën janë dy gjëra krejt të ndryshme. Që nuk kanë koherencë me njëra tjetrën. Mungon koherenca. Mirë, në këtë kontekst ne shohim edhe se si do të shkojë procedura. Tirana pezullohet, në bashkitë e tjera ju thatë gjithashtu që mund të humbasin Partia Demokratike. Kush mund të jetë një opozitë e re e mundshme në Shqipëri, duke parë edhe alternativat që janë sot në terren? Tani unë kam thënë dhe risem që ndryshimi të fillojë i opozitës, duhet të fillojë ndryshimi i leadershipit. Nuk është e pamundur që në 35 vite Partia Demokratike të ketë një leadership të ri, të prodhojë një leadership të ri.
duhet që kupola drejtësuese, kryesia, elita e Partisë Demokratike të ndryshojnë. Në moment që kjo nuk ndryshon, do të thotë që ne nuk duam ndryshimin. Dhe siç do thoshte Aristoteli, që një parti politike e cila nuk rigjenerohet është e destinuar të denigrojë dhe të degradojë. Kështu që jemi përballë kësaj situate. Nuk ka ndryshim nëse Berisha nuk ikën. Ndryshimi nis me ndryshimin e leadershipit për opozitën. Pastaj kalojmë tek partitë e vogla, jo për t'i dhënë më pak rëndësi, por Partia Demokratike është partia e dytë më e madhe në vend dhe është opozita e cila duhet bëjë ndryshimin rrënjësor. Dhe pastaj partitë e tjera e ndjekin. Do thuash ti, Alicia, çfarë do thuash ti me këtë? Dua të them një gjë shumë të rëndësishme, që Partia Demokratike dikur i merrte aleat të termal dhe i mbliste rreth vetes për të suportuar kandidatin e saj. Okay. Sot jemi përballë një situate që partitë e reja vënë një kandidat dhe PD-ja është e detyruar ta ndjekë. E kupton ku kemi arritur? Prandaj PD-ja që të jetë fituese duhet analizojë një humbjen e 11 majit, duhet pranojë të vërtetat e veta, por mbi të gjitha Partia Demokratike që të jetë fituese i duhet frymë re, i duhet rini, i duhet energji, i duhet përkushtim te puna, jo te pazaret personale, familjare të Sali Berishës. Sali Berisha nuk mund të flasë më për korrupsion sepse ka damkën nga shtetit e Bashkuarat Amerikës. Nuk mund të flasësh, të akuzosh tjetrin për të dukur ndryshe nga tjetri. Kjo është e gjitha. Ndërkohë, për rikthiem edhe një herë te kandidati Binaj para se ta mbyllim, ju e shihni ashtu sikur se janë ngritur akuzat sa i takon një, po themi, komunikimit underground. Tani Ermal, të lutem, ku ishte dëshira e Binajt për ta parë Tiranën? Jam dakord për këtë. Ta mbaroj? Jam shumë dakord për këtë. Jo, ku ishte dëshira e kandidatit Florian Binaj para 11 majit? Ku ka qenë gjatë kohës fushatës para 11 majit kandidati i pavarur Binaj, opozitari i devotshëm Binaj? Mashtrimet nuk mund t'ja servirin publikut si një alternativë ndryshe. Një punësuar i Syrit të vës është një nënpunës i Sali Berishës, nuk është një kandidat i pavarur, që këtu duhet pranojnë të vërtetën. Pastaj zgjedhja e ngel qytetarëve të Tiranës. Çfarë luftrash dhe kauzash ka bërë Florian Binaj? Ku ka qenë Florian Binaj përpara 11 majit dhe kë përfaqëson sot Florian Binaj? Sot u kujtua dhe u zgjua nga gjumi Florian Binaj për qytetarët e Tiranës? Apo ishte porosia e Xem Berishës? Analizë në fakt që qarkullon edhe si ide sepse duhet sqaruar. Megjithatë Binaj, unë nuk e di nëse ju keni patur mundësi të ndiqni deklaratën publike të parë të Binaj, pra daljen publike në media. Në një media të caktuar. Nuk e di si ju është dukur që ka qenë një ndër nivelet e përfaqësimit më të dobta që ka pasur Partia Demokratike në këto 35 vite. Është një katastrofë e madhe kur e shohim sa poshtë ka rënë Partia Demokratike dhe sa e papërfaqësuar është nga figura me dinjitet, nga figura intelektuale, nga figura për çën nivelin e duhur për kandidimin. Se mund të humbësh Ermal, po duhet të humbësh me dinjitet, duke bërë fitoren, duke bërë luftën, duke bërë fitoren unë quaj edhe të ngresh frymëzimin të demokratët, nuk quaj fitore vetëm atë ndaj kundërshtarit që ta specifikoj. Dhe fitoria arrihet kur ti ngren frymën, për mua frymën mund ta ngrinte doktori Liri. Doktori Liri do ishte një kandidaturë qytetare, demokrate, i cili ka bërë gara dhe i cili del nga Partia Demokratike. Unë do isha për kandidat politik, dhe ai do fitonte, edhe në qoftë se ai humbte, ai do fitonte pëlqimin dhe simpatizimin e shumë njerëzve, duke krijuar një leadership të ri dhe duke krijuar një marsh të ri për që kjo pozitë është serioze. Kemi marrë imitimin e Ramës, jemi bërë karagjoz, që do të thotë imitimi nuk e ka kur vlerën e originalit. Çfarë do analizë të bësh? Si do ta marrësh ti imitimi kur nuk e ka vlerën e originalit? Prandaj më pëlqen shumë se ke një analizë të mirë, her pas here me batutë edhe duke qenë drejt për drejt. E fundi para se ta mbyllim, një mesazh për demokratët. Zgjedhjet e Tiranës janë pranë, jo shumë larg, mund të ndryshoj data, po çon cika, mesazhi qëndron në Tiranë dhe 5 bashkitë të tjera, por ne ndalemi ke Tirana. Cili është mesazhi yt që mund japësh demokratëve? Mesazhi që unë do t'i jap demokratëve është që të luftojnë për kauzat e drejta, të luftojnë për atë çka ato besojnë, mos të bëhen absolutisht, mos të keshpërdoren më sakt nga lideri i tyre duke i diktuar këtë votojnë.
Unë i bëj thirrje demokratëve të votojnë personin që ato të ndihen të përfaqësuar, një person që të dojë Tiranën, një person që të ketë një program, një person i cili do t'i shërbejë dhe si administrator i mirë Tiranës, jo të bëjë klonin dhe jo të bëjë ato batutat karagjoze nëpër emisione. Kështu që demokratëve unë i inkurajoj të mos bim prej lojës së vjetër 30 e ca vjeçare të Sali Berishës, por të zgjohen duke i dhënë një shuplak përfundimtare Sali Berishës, mund të lindi shpresa e re. Dhe fundi i tij mund të jetë një fillim i ri për të gjithë demokratët, mund të jetë një fillim i ri për të gjithë shqiptarët dhe mund të jetë krijimi i një fryme të re opozitare, i një fryme të re demokratike, jo si kjo që quhet demokratike dhe nuk ka lidhje fare me Partinë Demokratike, se kjo vetëm demokratike nuk është, por kjo është totalist komuniste. Se janë bitë e tyre që sot po drejtojnë. Nuk ka prurje të reja Partia Demokratike sepse ka kthyer në bunker Sali Berisha, duke vendosur Fariballiun, duke vendosur bitë e bive dhe duke mos e hapur garën për ato personat e ndershëm, për ato intelektualët. Dhe ato intelektualët e di kur i përdor sot si me rastin Binaj, i merr për t'i vënë aty për të dalë nga situata vet, po jo për të hapur partinë. Se po ta hapte partinë ai mund të pranonte dhe kandidatin e Partisë Mundësia. Por Sali Berisha si gjithmonë ishte një kandidat i mirë. Sali Berisha si gjithmonë nuk mund të pranojë askënd që nuk e ka në varësinë e tij dhe këtë e vërtetoi tepër mirë duke i thënë zotit Shehaj o merre o lëre. Ky është kandidati im. Falenderoj. Kjo është e vërteta. Falenderoj. Faleminderit ty. Gjithmonë me Alesian shkojmë në analiza të tilla her pas here edhe duke etiketuar, se e emocionuam tani kur flasim për politikën, edhe personazhet konkrete. Ishim në këtë komunikim që sa i takon politikës vendase, por edhe me leadershipin e saj të Partisë Demokratike, edhe socialiste, gjithçka që ndodh në vend, ne do të komentojmë sërish kur i kemi 5 bashkitë e tjera zgjedhjen, pas 9 nëntorit. Në datën 9 janë 5 bashkitë, kurse Tirana mbetet për të parë mbas vendimit gjykatës. Mbetet për të parë vendimin. Falenderoj Alesia, ndërkohë ne shkputemi këtu.